Në ditën e parë të takimit mbarkombëtar për dramaturgjinë shqipe që bashkon njerëz të teatrit nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, deklaroi se tekstet shqipe për teatr, ato që kanë parë skenën dhe shumë të tjera që kanë hyrë në konkurse, janë të një cilësie të diskutueshme. Janë të rinjt shpëtimi? Ka disa zëra në këtë takim që mendojnë për një model për të rinjt. Që në fund kemi mundësi të nxjerrim një draft me ide, me propozime, se si ne mund ta zhvillojmë, ta mbështesim dramën shqipe. Dhe kjo nuk i takon vetëm teatrit kombëtar, drejtorit të cilit jam unë, po i takon të gjitha hapësirës teatrale shqiptare. Duhet krijuar një atmosferë e natyrshme, e përditshme, ku debati mbi tekstin shqip të jetë një gjë e zakonshme, të jetë një gjë që mos përbëjmë më surprizë. Kupton? Dhe pas kësaj rezultati është i pritshëm si pasojë e kësaj këmbgulje. Në botë është diçka normale. Në botë ekzistojnë laboratorët të shkrimit dramës, ku marrin pjesë shumë dramaturg. Ne kemi këtu një dramaturg që një pjesë të madhe dramatike ka shkruar në këto laboratorë, është Jeton Azirej, që është i pranishëm për seanca të tilla. Po nuk është pa e udhës ndonjëherë që ne në Shqipëri, në Kosovë, krijojmë diçka të tillë. Kolegu që përmend Hysaj, Jeton Eziraj, ka përpunuar një infrastrukturë për veten dhe dramaturg të tjerë, por ai të surprizon që sjell me veten në Tiranë botimet e dy autorëve, njëri prej të cilëve Shkëlzen Tuzi, i ndar nga jeta 2 vjet përpara. Ai e ka shkruar tekstin në ditët laborator të qendrës multimedia në Prishtinë. Hapja një skene të vogël ose një skene alternative për regjisorë të dramaturg të ri ku ti përzgjedh 5 drama të reja shqipe dhe hap një konkurs për regjisorë që dojnë t'i punojnë ata me një fond modest, 3.000, 4.000, 5.000 euro. Por në atë mirë ti ban dukshme do drama që nështë në rrethonat ndryshme nuk ishin me mu bo dukshme. Arbin Kumbaro ka filluar prej 3 vitesh në Akademinë e Arteve një program për shkrimin e tekstit dramatik. Gjatë programit master, studentët duhet paraqesin 3 vepra shkruar prej tyre. Futet një mentalitet i ri në tekstin, në shkrimin e tekstit dramatik, një brez i ri, një njeri që formohet, që duhet mësoj teknikat e shkrimit të tekstit, që duhet mësoj stilet e ndryshme, që duhet mësoj një informacion bazik, minimalist, por që mund ta pasuroj më të nesër. Dhe rezultati ka qenë? Në 30 tekste dramatike që posedoj sot si rezultati i këtij programi, 7-8 vepra janë të gatshme për të vënë në skenë. Një nivel mbase jo të jashtëzakonshëm, por të denja për realitetin që paraqitet në teatrin shqiptar. Dhe ju ngulmoj, kërkoj këtyre studentëve që nesër pas nesër mos heqin dorë, po t'i vënë këto vepra në skenë. 3 talentum që konsiderojnë që kanë afinitet për shkrimin e dramës, mësojnë për 4 vite shkrimin e dramës. Dhe ajo nuk ka shkollë që kishme prodhu gjenit të dramaturgjisë, po krijon profesionist dramaturgjisë, cilët spaku din me shkru drama, domethënë në aspektin teknik, po ka ndodhur që prej asaj shkollës sot kanë dalë edhe autorë cilët dramat e cilëve luan edhe jashtë Kosovës, jashtë regionit Ballkanit. Në fund të takimit 2 ditor do të dilet me një dokument propozimesh. Tani për tani është e qartë që teatrit kombëtar, iniciatori i takimit, i mbetet të thjeshtojë aksesin ndaj dramës shqipe. Krijimi një biblioteke me gjithçka shkruhet për skenën duhet u vjet në shërbim regjisorëve dhe kritikëve. Kjo do të ishte një përzgjedhje e natyrshme, e jo me konkurse skarco dhe rrugë qore që gjejnë autor dhe drejtor.